Aktorë nga Gjakova vizituan Vatrën. Në salinë qendrore të Vatrës u mirëpritën aktorët nga Gjakova, Besford Berberi dhe bashkëshortja e tij skenariste Vlera Pylla, të cilët ndodhen në SBA për shfaqjen e tyre të suksesshme. Kjo është rinja jonë. Në këtë takim, këshilltari për kulturë të artë për Vatrën, Nazim Saliu, prezantoi historikun e kësaj organizate historike patriotike qysh nga themelimi në vitin 1912. Saliu informoi të pranishmit edhe për historinë e gazetës Dielli për veprimtarinë e degëve të Vatrës, ka hapur në shumë shtete, si dhe për shkollat shqipe që funksionojnë në degët e Vatrës në shërbim të ruajtjes së gjuhës dhe kulturës shqiptare. Besforti dhe Vlera ndanë emocion rrëfimin e tyre mbi rrugtimin artistik dhe sfidat që përjetuan deri në shfaqjen e dramës monolog. Kjo është rinja jonë, e cila u prezantua në Producer Club në Broadway në Manhattan në New York. Aktorët u shprehën të kënaqur dhe të emocionuar për pritjen e ngrohtë. Në përfundim të takimit, Besforti dhe Vlera falenderuan Vatrën.